Në Tozaj, faleminderit që edhe sot je së bashku me Nelton. Mjesi, morning. Kuafër me vete? Mjesi për herë. Kuafër me vete? Ja. Boftë mirë. Mirë. Bujrum. Po nisim flasim pak me zhvillimet që ndodhen në brëm për ballin e familjarëve, patëm dhe Brikenën për herë të parë në fan club ku tha dhe sqaroi shumë gjëra. Si ke pa Elton? Më në fund u konfirmua, ajo që unë kam dashur për herë që të konfirmohet, dashuria që Brikena ka për Mateon, atë që ajo mbien tani, nuk ka ngelur më një pjesë. E ke parasysh siç shumica për shembull po të marrë këtu shembull Njuela, Edisa apo lojtarë të tjerë kanë aluduar duke akuzuar Brikenën si një njerëz që ka luajtur, jo, Brikena e ka pasur goxha e qëndrueshme në të tërë lidhjen e saj, ka qenë një njeri goxha i përmbajtur, një vajzë me karakter goxha të fortë, ashtu që qyri ashtu doli me kokën lart. Më vjen shumë keq që nuk ishte pjesë e finales, më vjen shumë keq që zgjodhen një, le ta themi në thojza ala Baks për të qenë pjesë e finales dhe për të qenë pjesë për të përfaqësuar një shtresë të caktuar të popullsisë, sepse për mua finalistët e Big Brother duhet të jenë 4 përfaqësuesit më dinjitos të shoqërisë shqiptare. E shoqëria shqiptare nuk ka nevojë për dhunues, kështu që dhunuesit duhet të ishin lënë jashtë, tjetër gjë pastaj raportet e tyre. Unë kam pasur një komunikim më lart ndaj me ty, është një sekret, në një nga sponsorat i cili personazhi e ka atashuar veten brenda, jo vetëm që kanë hequr dorë, por nuk duan fare të kenë të bëjnë me një personazh si ai. Kështu që më vjen keq që Brikena nuk ishte në finale, e meritonte 100%. Është thënë dje mu duk një rrëfim i sinqert i ndjerë, nuk mu duk as i nxituar, një vajzë aq e pjekur. Shiko, zakonisht ne themi që vajzat e bukura nuk janë të zgjuara. Brikena dhe Selin këtë teorinë e kanë hedhë poshtë. Definitivisht, ose vajzat e bukura tani më nuk pekan atë gjykim dhe atë presion, po jenë vetja. Sepse ka qenë një perceptim para gjykues për to dhe gjithë ndoshta kjo mënyra se si janë qastur dhe janë ndi pak më inferiore dhe ju ka ndiku shumë edhe në vetbesim, por tani më një gjë e tillë është si duket është ka përcyer edhe tek gjinia jonë. Janë formatet si Big Brother, reality shows ku tashmë po e shohim që vajzat e bukura nuk kanë vetëm bukurinë ato që mundën me jep, po edhe shumë nga vetja atyre njëjtë sikur edhe Brikena që tha në intervistën dje, po që njëjtë edhe ajo tha që s'kam prit që ka me dal, edhe që është të mani dashni shumë të madhe për momentit të parë që ka dal. Familja e saj ja ka shjep atë konfirmimin që po i pëlqen Mateo edhe që menzi po presin ta takojnë në momentin që del. Po edhe njëjtë është shpënda dhe një video bashkë me motrën e tij ku bëjnë ftesë për me votu Mateon, me qenë se edhe të dyjat, po do kënë shumë të afërta edhe të dyjat e kanë atë personin e zemrës, po thëmë ashtu në finale, edhe pretendent për fitues të Big Brother. Ajo tha që do të atakoj dhe pam që takoj motrën e Mateos, mirë po Elton tregoj që shumë shpejt e mezi po pret të atakoj dhe nënën e Mateos që mund të jetë vjera e Brikenës. Unë shpresoj të jetë. Dëgjoj, Brikena për herë ka thënë që unë kur ka cekur të pjesën e lidhjes, nuk ka pasur kur lidhje, kam përshtypjen ka pasur të pjesën e lidhjes serioze, sepse të gjithë kanë pasur eksperiencat e tyre dhe është mos e normale. Do të më pëlqente që kjo të ishte ajo lidhja. Është një çift shumë i dashur për publikun, domethënë pas Luizit dhe Kiarës, unë e them me plot bindje që Mateo dhe Brikena janë dy njerëzit më të kërkuar të momentit. Duam s'duam ne, janë njerëz që i duan njerëzit, i duan historinë e tyre. Është ajo që ne kemi nevojë për histori të bukura, kemi nevojë për histori dashurie, nuk kemi nevojë për histori dhune. Do të shtoja vetëm diçka nëse më lejoni. Patjetër. Fanklubi i djeshëm më është dukur një lloj klubi servilesh. Një lloj klubi i po dje më është dukur një klub servile sepse ishin një tuf me njerëz që mbronin një gjë të pambrojtshme vetëm që të dalin mirë në sytë e produksionit. Domethënë, ishte një gjë e pa kuptim të fare, ishte një gjë që nuk ta rrok mendja të dëgjosh femra që mbrojnë një mashkull që ka dhunuar femrat brenda një shtëpie. Domethënë më duket absurde komplet.
Këto femrat të Po një cilët farë mënyrë Instagramin e sikur tyre deri ato dje. nuk u bën, nuk ishin dakord me lojën e Rogertit, por e arsyetoni sepse është i përzgjedhur dhe këtë e deshti dhe e votoi publiku. Po cili publik? Ai i call centerave kur ti shkon e paguan 10.000 euro dhe deformon rezultatin? Se nuk e di unë këtë gjë. Tek ajo pjesë në momentin që aktivizohet edhe publiku i tërë, kemi pa për shembull edhe në rastin e Big Brother VIP Kosova, lëndrimin është aktivizuar gjitha fansat edhe gjithë kanë votu, kështu që në momentin që arrin me marrë deri në atë pikë publikun për veti le të paguajnë sa do call center se masa vendos se kush është fituesi. Po, ky lloj votimi do Brikenën, që ishte potencialisht një nga vajzat që duhet të ishte pjesë e finales, patjetër. Edhe unë këtu pajton. Duhet ishte një nga vajzat që duhet ishte në dyshën e fundit, sepse ky Big Brother duhet ishte Big Sister, nuk duhet ishte Big Brother. E meritonin 100% vajzat. E kishim diskutuar dhe para disa javësh që duhet jetë Big Sister dhe t'jenë në fund Selin dhe Brikena. Si do që t'jetë... Ta fiton të me e mira. Si do që t'jetë, Elton e pam, Brikenën e thasë edhe ju më herët, shumë e zgjuar, shumë e artikuluar, shumë në paqe, u duke edhe me vetën, rezaton të mbrëm gjithat pozitivitetin dhe ishte shumë e lumtur që janë larguar qoftë ato para gjykimet që janë krijuar këto kove të fundit për Brikenën, për një vajzë që e dëshmoj krejtësisht të kundërtën gjatë këtyre muajve dhe qëndrimit në Big. Big Brother duhet të jetë falenderues Brikenës sepse e çoi Big Brotherin shqiptar deri në Brazil, në Filipine, në Meksik, në Venezuelë, duhet ta falenderojmë Brikenën mëngjes drekdar. Ama Brikenën po e ndjek hala një luftë që ka pas brenda Bigut edhe jashtë, ke disa që gjatë këtë kohës i tha që unë kam marrë informacione tjera se te ke pas lidhje dhe Brikena vazhdon mos me ndryshu deklaratën që deri në rastin Mateus nuk ka pas lidhje normal që ka pas. E disa të japi shpjegime për të tjera gjëra, që cili po, të japi sa rri dhe merret me lidhjet e Brikenës, të japi shpjegime për qendrat e saj të masazhit që ka pasur të palijueshme në Shqipëri, para se dalim atje. Ndjes si po e them, po me që u hap si tem, atëre po e them. Pra e disa ka pasur qendrat të masazheve? Po, janë ato qendrat e famshme të masazhit që her pas here mbyllen nga policia. Pastaj po flasim për këtë tjetrin që është e turpshme të shikosh një femër që sulmon një femër. Domethënë, nuk e di se kur do mbaroj kjo lloj zilie, situate idiote në Shqipëri që ndodhe rëndom gjithandej. Kur një femër është e suksesshme, shoqet e saj kthen si ato motrat e Hirushes që vetëm e sulmojnë, vetëm e shajnë dhe nuk lënë gjë pa bërë që ta nxjerrin keq. Po boldri. Brikena nuk ishte mbrëm vet, e pat me vete dhe krejt publikun që e mbështes pas çdo deklarate. Pikërisht pra, do me thënë, në qoftë se janë dy prototipe femrash, si që është Juela bashkë me Edisen, të cilat nga zilia, mlefi, inati që mbase nuk e kishin karizmën, aurën e Brikenës, e sulmuan gjatë gjithë kohës, tentuan të një figurën e saj, tentuan të kalon. Po edhe nëse Brikena pas ka pasur një lidhje tjetër më parë, çka ka të keqe? Asgjë. Pse ti duhet ta marrësh si armë këtë dhe ta luftosh? Po ti kthej një herë pasqyrën nga vetja, shikoj një herë se nga ka ardhur ti, shikoj një herë se çka ke bërë ti me jetën tënde. Pastaj fillon dhe gjykon ti atë tjetër. Nëse është e turpshme. Ama edhe brenda Big Brother pak ma e kuptueshme nëse edhe e sulmon, po them, kështu në thojza sepse kanë qenë në lojë. Në momentin që ka ndalë jashtë me vazhdu këtë luftën, ke deklaru rrejshëm edhe i ka madje edhe mashtruese. Ndishysh ke shumë e pa përshtatshme mas përfundimit të krejt kësaj, jemi drejt finales, lufta e vërtet është mes atyne që janë brenda, me vazhdu hala me tu me ullë Brikenën, po që këtë nuk ja ka ndalë as brenda, nuk besoj që do t'ja dalin as jashtë. Kjo lloj qasi që këto kanë, që këto e quajnë loj, veshin atë, ke parasysh kanë një mantel që bëjnë çfarë bëjmë dhe i quajmë loj, ky është manteli i një lojit. Ju asiguroj që ato femra, siç kanë qenë atje brenda, ashtu janë dhe jashtë, siç e treguan dje. Po, mirë, jemi drejt. Ato janë, ashtu janë. Jemi drejt fundit, edhe një moment që duhet sigurisht ta ndaj me shikuesit tanë, është ajo momenti që ndajti dhe Dafina Zeqiri në të lingjën e saj, për herë të parë janë publikuar të fotografit e djalit të Dafinës. Gjatë krejt kohës është komentuar nga fansa. Mashallah.
Për mashallah, po në një moment shumë të veçantë sajna, në ditëlindjen e saj na vendosim me nda imazhin e daskanit, edhe ka qenë një vit gati që po thuajse që e ka mbajt vetëm për vete dhe për bashkëshortin e vet, që është e kuptueshme dhe e mbështes këtë lloj prindërimin ashta që persona që nuk duan të shfaqen online fëmijën e tyre, po që Dafina në ditëlindjen e saj i ndau ato imazhe që kanë një fëmijë për mashallah që po thotë i gunxhe. Mirë, shpresojmë që momentet bukura të flasim çdo ashtu në studion e programit Mëngjesit. Elton, faleminderit shumë. Ja ku kemi dhe fotografi. Ju falenderoj unë. Oh, Inshallah sa i mirë. Cute. Shumë faleminderit Elton, Blerina faleminderit shumë dhe gjithashtu takomi sigurisht edhe ditëve të tjera edhe me Eltonin për diskutuar dhe dinamika që sa vinë dështohen brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania. E në këtë moment po e presim